gjithë ju që nuk më njihni dhe ju jeni tek kanali im i YouTube-it. Atëherë sot që po ju flas është ditë e hënë edhe supozohet që unë sot isha në punë edhe të punoja nga kompania, por jam në shtëpi sepse kam kaluar një fundjavë shumë të sikletshme. Dhe për ta nisur nga fillimi, unë të shtunën shkova për të bërë landri, edhe në momentin që vendosa gjithë lavatriçet për t'u larë, duhet që të ulesha dhe merra një çorape që më ranë në tokë. Dhe thjesht jam përkullur, domethënë siç isha në këmbë, për të marrë çorape dhe më ka kapur një dhimbje mesi aq e keqe, aq e tmerrshme, sa kam bërtitur. Domethënë ka qenë një dhimbje shumë e fortë, e cila ndodhi nga hiçi, domethënë nga një moment shumë i qetë që unë isha, pata një dhimbje jashtëzakonisht shumë të fortë. Dhe kam qëndruar shtrirë derisa Oleni ka ardhur nga Sokeri, sepse Oleni ishte në Soker, isha vetëm me Rajani në shtëpi. Dhimbjet kanë qenë vërtet të pasuportueshme, kanë qenë vërtet shumë të mëdha. Dhe kam përdorur disa ilaçe të cilat dua t'rregoj tani. Këto nuk janë ilaçe që t'i jep doktoresha, këto janë ilaçe që mund t'i merrni në farmaci. E para është kjo për mesin që kam treguar edhe herë tjetër, sepse për mua është hera e dytë që më ka dhimbja e mesit. Okej, sepse s'po merr fokus. Kjo është për dhimbje, është 250 mg, por mund të përdorni edhe ibuprofen 600. Unë e kam alternuar, herë kam përdorur këtë, herë kam përdorur ibuprofenin 600. Është vitamina B kompleks, këtë realisht ndihmon shumë me kockat, edhe këtë ma sugjeroi mami Olenit. Kam përdorur edhe këto dy sprite, të cilat bëjnë të njëjtin gjë që janë për dhimbje. Edhe këto më kanë ndihmuar shumë. Fillimisht e kam bërë me sprite, pastaj kam lënë që të thahet dhe kam vendosur këto tek mesi. Kjo është si me gure, edhe është vërtet shumë e mirë sepse këto guret nxehen edhe kjo më duket se të mban diku te 16 orë. Dhe nëse ju kap kjo gjëja, sepse më kam folur direkt me doktoreshën, të cilën e kam shqiptare dhe falenderoj shumë, sepse më është përgjigjur direkt. Që në moment që i kam shkruar mesazh, më ka kthyer përgjigje dhe pse ka qenë fundjavë ditë ashtu. Sepse si fillim doja të shkoja në emergjencë, pra doja që të shkoja në Olenin në emergjencë, pastaj për ditë Olenit më thanë shiko se është nervore dhe në emergjencë nuk është se do të bëjnë diçka, pra diçka që do të kaloj vetë me kalimin e ditëve, pra mund të zgjaset diku në 2-3 ditë, ka raste që zgjas edhe një javë, por më të shpeshta të kalon me 2-3 ditë. Unë mëngjes kam larë fytyrën, kam larë edhe dhëmbët sepse çova Rajani tek shkolla. E kam gar pak makinën pak sa me vështirësi, sepse ndonjëherë kjo më jepte pak dhimbje, por ja dola me sukses, sepse do më merrte më shumë kohë që të ta çaja në këmbë, sepse realisht nuk mund të eci aq shpejt. Atëherë nuk ju thash, por unë sot do punoj nga shtëpia. Zakonisht kur unë jam pushim, që e marr për qef ose që jam sëmur, nuk punoj asnjëherë nga shtëpia, pra nuk kam punuar asnjëherë. Kjo është hera ime e parë që do punoj sot. Dhe kjo për faktin sepse ne kemi një kontroll tek puna javës tjetër dhe unë nga kjo gjëja unë zita më shumë kur kam shkruar shefi dje që shiko se unë jam sëmur dhe nuk mund të vi në punë. Unë duhem të puna dhe realisht duhem shumë, se mos këtë javë. Mendoj se njerëzit që punojnë nga shtëpia pas kanë shumë benefite, sepse në momentin që unë tani kam të hapur emailin në punën te laptopi, unë jam duke bërë skincare-in tim. Unë tani mbarova dhe harrova të bija hidratantin. When I see you on the street, I wanna call out your name. My love for you, baby, has always been the same. It's amazing how you can see right through my heart. And all that I thought I knew is torn apart. Baby, no, I love you so much. I just wanna feel your touch. Tani po i kitë Marajin tek shkolla, ora është 3 e qerek, ai mbaron 3:30, por dua gjithmonë të jem 10 minuta para dhe të mos më presi, por ta pres. Kështu që po shkoj tani tek shkolla, jam duke ecur shumë avash dhe pastaj kam takimin tek doktoresha. Kështu që kam veshur thjesht një fustan me ripa të gjatë edhe jam gati për të marrë çumin. Sigur që do jetë diku te 30 gradë sepse është shumë vap. Pas të marr Rajin tek shkolla do shkoj tek Danki të marr një kafe sepse kam shumë kohë pa marr kafe te Danki. Të marr Rajani ndonjë lëng, gjithashtu të marr edhe ndonjë donuts. Unë deri tani nuk e kam folur, nuk e kam hap kamerën sepse më kanë dërguar disa trajnime që duhet të bëj tek puna, të cilat duhet i lexoj për laboratorin, edhe kam qenë tërë paraditën duke lexuar ato. Dhe kur të kthejmë kam edhe një dokument të cilin duhet ta mbaroj të fundit, një trajnim të fundit dhe besoj se pastaj do ta mbyll. Duncan, every Friday or every Friday? More ice coffee, cream and caramel. Yeah.
Përshëndetje me çikoçet për mama. Okay, thank you. Ryan, ti hande shtëpia mama? Thank you, have a good one. Atëherë, Ryan e mori këtë lëngun që është me raspberry dhe me watermelon. Edhe Ryan e pëlqen shumë dhe është shumë e mirë. Ka sheqer normale, nuk mund të themi që s'ka sheqer, se çdo gjë në këtë jetë ka sheqer. Okay, Ryan, yours? Mark. Nësa unë mora një kafe, mora të ftohtë me karamel edhe me krimer. Kështu që do ta provoj tani se më ka vajtë mendja shumë për një kafe jashtë. Se kemi qenë ke marrë ekspresin që unë nuk kam pirë kafe jashtë, kam pirë vetëm në shtëpi, pra kafe që bëj në shtëpi. Gjithashtu morëm edhe 3 donuts. Edhe i morëm të treja njësoj me çokoladë. Pra e zonja është shumë e mirë, sepse na ka vendosur edhe një ekstra. Okej, është kështu. Po ha pak time se më ka rënë sheqeri. Next day. Hello, nga një ditë tjetër e këtij vlogu. Më kam diku tek 4 deri në 5 ditë që se kam hapur fare, që nga herë e fundit që kam folur që kam qenë me Etni Mesti. Dhe si të shifet shumë qartë, unë jam shumë herë më mirë, edhe tani po shkoj në punë, sot është ditë e premte. Edhe dua t'ju uroj të gjithëve gëzuar Kurban Bayramin për të gjithë ata që e festojnë dhe janë besimtar musliman. Unë jam gati për në punë, jam veshur me kanatiere sepse këtej është bërë jashtëzakonisht shumë vap, është 30 gradë. Do të çoj Ranin në shkollë, edhe pastaj do iki direkt tek Gjajandi, sepse dua që të marr një buqet me lule për një nga koleget e mia, e cila sot ka për vjetorin e motrës, që i ka ndruar jetë. Edhe dua që t'i bëj një, nuk mund të them surprizë, por thjesht dua t'i çoj lule sepse ajo gjithmonë kujdeset për mua, kështu që këtë radhë është rada ime që unë të mendoj për të. Nuk ju kam folur për doktoreshën. Doktoresha më tha që gjitha kjo është si një gjendje nervore dhe do kaloj shumë shpejt. Mund të kaloj brenda 2-3 ditëve, ato dhimbjet e mëdha, por që të shërohet tamam si gjë, do doj diku te 4 deri në 6 javë. Duhet të kem shumë kujdes sepse mundet që të rishfaqet përsëri. Por patjetër duhet që të bëj një X-ray, një grafi për të parë se çfarë problemi kam, sepse është herë e dytë që më ndodh brenda një viti dhe nuk është gjë e mirë. You wanna say hi to the vlog? Hello. Lulet dhe vendosa që të merja këtë kartolinën, e cila është me një tip zogu, plumbi. Edhe mendoj se është shumë e bukur dhe shoqja ime vërtet i ka shumë qejf kartolina dhe këtu i vërtet i vlerësojnë kartolinat. Edhe vazhdojnë të bëj kartolina dhe në 2025-ën. Ndërsa për lulet isha shumë në dilemë, nuk gjeta sunflowers, lule dielli, por shkova me këta trëndafilat që janë portokalli dhe mora një buqet që ishte goxha e madhe. Atëherë, unë po shkruaj këtu diçka dhe për këtë kam pyetur ChatGPT-n. E kam këtu pak a shumë tekstin që do shkruaj, edhe pse do ta personalizoj, do të shkruaj ndjesitë e mia më tepër se sa thjesht ChatGPT-n, por thjesht ChatGPT-n e dua pak a shumë si për të bërë një hyrje dhe pastaj do vazhdoj dhe të plotësoj gjëra që unë vërtet dua të them shoqes. Po shkruaj shpejt e shpejt sepse ora shkoi 9:48 edhe unë duhet isha në punë tani, por po nxitoj po bëj shpejt e shpejt edhe po ikim drejt edhe në punë. Next day. Hello nga dita tjetër e këtij vlog. Sot është ditë e shtunë dhe unë jam në punë, kështu që do punojmë overtime sot, por si kafe. Unë jam veshur shumë thjesht dhe jashtë ka filluar shiu dhe kjo është nga arsye sepse unë zgjodha që të bëja overtime këtë radhë. Kemi overtime tek puna dhe në 2 vite që unë kam te kompania, kjo është hera e parë që ne bëjmë overtime. Kështu që do jemi në punë edhe nesër. Do kem thjesht se me dokumenta, do jemi vetëm unë edhe kolegja ime, shoqja ime Dia, e cila merret me financat e kompanisë, pra do jemi thjesht duke u marrë me dokumenta. Dhe duke qenë se koha ishte shi edhe sot edhe nesër, atëherë thash pse jo të vija në punë. Nuk kisha dhënë një plan, Oleni sot ka ndeshje, nesër ka ndeshje, Rajani nesër ka ndeshje. Dhe gjithashtu nesër në orën 12 kemi lënë me Din edhe me Merin të shkojmë në një vend për të ngrënë brunch, kështu që do ju marr me vete. Nesër dita do të më e bukur, por edhe sot sepse pas pune, nuk e di pas 4-6 orë varet sa orë do qëndrojmë tek puna, sa punë do kemi. Nuk po mendoj që të shkoj te TJ Maxxi sepse më duhet patjetër ose te Sephora, sepse më duhet patjetër të marr një deodorant
të mirë. Nuk po gjej dërman me deodorantët fare dhe jam aq shumë e mërzitur sepse blej deodorant, i mbaj në shtëpi, përdor një javë dhe pastaj i hedh sepse nuk më pëlqejnë më. Do të thënë një problem të cilën unë kam dhe kam pasur edhe në Shqipëri, edhe nuk e di ka një ndjesë që më japin ato deodorante dhe kush më thot prapti me këtë. Historikisht ke vajtur nga deodorantet dhe po është vërtet. Historikisht kam vajtur nga deodorantet. Kështu që le të marrim kafen. Hello. Thank you. Have a good one. Okay, e morëm edhe kafeçkën. Pritani mos të bëjmë ndonjë dëm. Okej, tani sapo mbarova nga puna, qëndrova 6 orë overtime, pra nga ora 9 deri tani që është ora 3. Edhe do shkoj dhe nesër, por nesër besoj se do qëndroj më pak sepse shumicat e punëve i hoqëm sot. Ky vlogu është i gjithë i zhvilluar më së shumti në makinë, por gjëra më të bukura na presin sepse tashmë e dini që ne kemi pronotuar pushime dhe po u them se kur i kemi pronotuar dhe kemi pronotuar në korrik. Datat nuk do ua them, por po them thjesht muajin. Kështu që edhe pak na ndaj nga pushimet dhe kam jashtëzakonisht shumë emocione sepse më duhet që të filloj të bëj blerjet, më duhet të filloj të mendoj për valixhe sepse kemi thjesht 3 valixhe të vogla, pra nuk do marrim valixhe të mëdha dhe shumicat e gjërave i kemi tek shtëpia ku do qëndrojmë në Ohio, por më tepër për detajet e gjitha gjërave më radh do flasim kur të vijë momenti. Kështu që tani po iki sepse për 5 minuta fillon ndeshja. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Tani sapo mbaroi pjesa e parë e Shqipërisë. Ne sapo bëjmë një foto me bluzat e kombëtares që janë to Lenit që los futboll. E këtu përgatita lule shtrydhe, të cilat e mora të freskëta tek Bio, jo të freskëta, e mora Bio tek Gianti dhe ishin $6. Edhe këto patatina takis që janë shumë për shumë djegse, unë këto nuk i ha, por Ryan i ka qef. Dhe kemi marrë këtë salcën e cila është patatinat. Kjo nuk është djegse, më duket se kjo është djegse. Kjo nuk është e shkonsumuar shumë, siç më të dallohet. Kam edhe laptopin sepse dua që të editoj vlogun, pjesën e vlogut që kam xhiruar deri tani. Që pastaj kur të dalë të kem të paktën gjysmën e vlogut ta kem gati sepse nuk dua që ta vonoj shumë, kështu që mbolem po editoj dhe shpresoj shumë që të fitojmë. Oh, you're such a liar. You have no hope. We are through the fire, but at the end of our road. Sapo isha te Sephora, si shikoni mbrapa, por nuk arrita dot të gjeja as vitaminën C që kërkoja, pra vitaminën C si serum, edhe as retinolin. Pra kishin vetëm vitaminën C e cila është si krem, kishin edhe retinalin të cilat mua nuk më duhet as njëra edhe as tjetra. Kështu që kjo përpjekja e parë këtu dështoj, doja të merrja në fakt fondatindën e Huda Beauty, isha kështu ta marr, mos ta marr, pastaj thash më mirë të marr Giorgio Armanin apo Huda Beauty. Kështu që do bëj researchet e mia për të dyja dhe të shikoj se kë do marr, se në patjetër dua që tani që do shkojmë pushime të marr një fondatin të re sepse kjo që kam po më mbaron. Po nuk kishin as deodorantin Salstone, kishin atë vetëm të Donna Karan, por për atë nuk kam parë asnjë lloj review dhe nuk e kam idenë se si është, kështu që nuk rrezikova ta merrja kohë. Vetëm ndalesi do bëj tani është TJ Maxxi, të shikoj mos gjej ndonjë gjë nga markat koreane, ndonjë vitaminë C, ndonjë retinol, nuk e di, edhe ndonjë deodorant që vërtet ja vlej. Kështu që muroni fati gjej ndonjë gjë te TJ Maxxi sepse realisht kam dalë kastile vetëm për deodorant, vitaminën C edhe për retinolin. Edhe për thonjë, sa harrova që do vë të thonjë. Sepse nuk i shikoj do të më gishtat e mi kaq të shëmtuar, kështu që duam patjetër të vendos thonjë. So this is what it means to be living in darkness. I didn't know you were the red inside my mind. No, I couldn't even tell if your shoes were yellow or if the sun had painted everything the same. No, color eyes, one kiss was all it took.
nga dita tjetër e vlogut dhe nga dita e fundit. Ne tani sapo erdhëm tek vendi ku do ham drekën, pra branchin, dhe është një vend super i bukur, kështu që po t'rregoj pak juve se si duket. You told me that it wasn't right. I knew it first that time, and even if I was blind, and all those possibilities really knocked me off my feet, surrounding all my dreams. And all I know that was left now, the sun and the stars, now leaving me in the dark, leading me through it all. 'Cause you are the fire left in me, you lifted me higher in my heartbeat, taking the fight out in me. You make me strong, I'll carry on with the fire that's left in me. You lifted me higher in my heartbeat, taking the fire out in me. You're taking me higher, 'cause you are the fire that's left in me. That's left in me. I've never been that much for love. Thought being free better than none. Tried it before with all I got, and all I know that was left now, the sun and the stars, leaving me in the dark, leading me through it all. Okej, atëherë po ju flas tani sepse nuk ju fola që parë tek restoranti, sepse kishte shumë njerëz dhe kishte shumë zhurmë. Restoranti që ne kemi ardhur quhet Terrain Cafe dhe është vërtet shumë i bukur dhe këtu mbrapa mund të shikoni që ka vazo për lule dhe është i gjithi i mbushur plot e përplot me lule. Mund të them që ushqimi ishte 10 nga 10. Ne në fillim provuam pjatë me djathra, e cila ishte shumë e shijshme, por më pas vendosa që të merrja një pjatë e cila ishte me kërpudha dhe me vezë, duke si tip kish, pra me vezë të rrahura dhe me mushroom. Dhe ishte vërtet shumë e mirë. Koktelet i kishin super, pra çdo gjë ishte super. Adresën do ta lë diku të shkruajtë këtu nëse ka ndonjë njeri që është interesuar dhe jeton këtu afër, kështu që do ta keni më kollaj për ta klikuar dhe për ta gjetur si location. Por vërtet që është super i bukur dhe ambienti brenda për foto për gjitha ishte super. Kështu që tani po vim pak vërdall, po shijojmë të gjithë pjesën e bukur me lule dhe pastaj do shifim më vonë. Këtu gjithashtu shesin edhe tavolina, siç mund të shikoni këtë tavolinë me karrike. Dhe kjo karrika këtu që është shumë e bukur për jashtë, për në kopësht, dhe kjo është gjëja më e bukur mendoj ever, pra është e gjitha kjo si kabinë. Ndërsa këtu brenda ka një divan dhe një tavolinë, të cilat kombinojnë shumë bukur. Kështu që ka dhe gjëra për shtëpinë. Edhe kjo këtu është vërtet shumë e bukur. Unë kam shumë qejf këto që janë kështu si të lëkundse dhe nëse keni një balkon apo kopësht të madh, atëherë do ua sugjeroja. Is there a place with sun all year round and pina coladas, with pretty faces and sand on the ground? I wanna stop this ongoing train before I lose my mind and go insane. I don't wanna sleep every night, I wanna light a spark in the dark. I don't wanna say I'm okay, living the same every day. Come run beside me, let's take off. Let's leave this place for another place. Oh, maybe all we need is difference. It's hard at
Just close your eyes and let them rest. I know it's hard to fall asleep, but do your best. 'Cause there's a place that I go to when I wanna hide from all the shades of blue. 'Cause at times I think of leaving, my mind takes me back to fall, when the snow begins to sing goodnight to warm. But I will never leave your side. Atëherë dua t'i them për çmimet që janë paksa të shtrenjta tek lulet për vëres, sepse tek restoranti pagoj një nga koleget dhe më kanë lajë që ta shikoni faturën, duke qenë se e pagoj ajo. Por mund t'i them që është vërtet shumë bukur dhe ja vlen, ndoshta unë nuk e di çmimet e luleve se sa janë, por në përgjithësi mendoj se janë të shtrenjta. Atëherë po mendoj që këtu ta mbyll edhe vlogun për këtë javë, shpresoj shumë që ta keni pëlqyer, edhe nëse keni pëlqyer atëherë mos harroni që të bëni një like, një comment, një subscribe, se si gjithmonë më ndihmoni që unë të rritem në kanalin tonë të YouTube-it. Dhe ne bashkë do shihemi tek videoradat që do përgatitemi për pushimet e verës, kështu që bye.